Sot në Tetov u mbajt festivali kombëtar i shkencës Science on Stage North Macedonia 2025, ku mësimdhënës, nxënës dhe profesionistë të arsimit nga i gjithë vendi prezantuan projekte inovative në fushën e STEM-it. Ky festival është pjesë e rjetit European Science on Stage Europe, rjeti më i madh i mësimdhënësve të shkencës që synon shkëmbimin e praktikave të mira dhe promovimin e kreativitetit në arsim. Ky festival është pjesë e festivalit evropian të shkencës, i cili organizohet në ombrellën e Science on Stage Europe, i cili paraqet rjetin më të madh të mësimdhënësve të fushës së STEM edukimit. Është një festival mjaft i rëndësishëm, pasi që nëpërmjet këtij festivali 4 projektet më të mira do kenë mundësi të marrin pjesë në festivalin më të madh evropian të STEM edukimit. Gjithashtu është një mundësi shumë e mirë që mësimdhënësit të shkëmbejnë idetë, praktikat inovative me qëllim që mësimdhënia të bëhet sa më interesante për nxënësit në klasat e tyre. Gjatë aktivitetit u prezantuan projekte praktike dhe origjinale në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Një projekt mjaft inovativ prezantuan nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemali të fshatit Nerasht, të cilët vitin e kaluar kanë fituar vendin e parë. Në këtë projekt paraqitet kryesisht një paraqitje sistematike e malit qarë, ku mundohemi që duke përdorur teknologjinë të zgjidhim disa probleme që i ka mali qarë, si për shembull zjarret e tepërta, zhurmën e veturave, erën e tepërt, duke nxjerrur alarme me mikrobita që të shkojnë në polici dhe tek zjarrfiksit. Gjithashtu kemi bimë të kultivuara në malin qarë dhe kërpurdha nga llojet më të ndryshme. Ne jemi shumë të kënaqur që na është dhënë mundësia të punojmë në këtë mënyrë, domethënë njohim metoda të vjetra në shkollë për duke shfrytzuar teknologjinë, artin, inxhinierinë, matematikën dhe shkencën. Këtu kemi një paraqitje të miceliumit, ku përdoret pjesa nëntoksore e kërpurdhave që mund të shfrytëzohet si material për ndërtim. Kemi gjithashtu librin që është i shkruar nga zonja Hasime Jashari dhe Selvie Shemshiu, që paraqitet rrjedhshmëria e punës son që kemi bërë gjatë këtyre viteve të fundit. Ku kemi disa bimë aromatike ku mund të shfrytëzohen për ushqim, për erza, për vaj, për ngjyra natyrale. Domethënë në një farë mënyrë projekti jon përfshin të gjitha lëmit e fjalës STEM, përfshin shkencën, teknologjinë, artin, matematikën dhe inxhinierinë. Komision profesional përzgjedh 4 projektet më të mira, të cilat do të përfaqësojnë Maqedoninë e Veriut në Festivalin European Science of Stage 2026, që do të mbahet në Klaipėda, Lituani. Festivali ka për qëllim të inspirojë mësimdhënësit, të nxjisë bashkëpunimin dhe të theksojë rëndësinë e edukimit modern dhe inovativ në STEM për gjeneratat e ardhshme. Aktiviteti sotëm u mbajt në Qendrën Rajonale të Arsimit Profesional dhe Teknologjik Mosha Pjade në Tetov.